Diskriminimi kryesor ose dallimi kryesor që bëhet në shkollat tona nashta nuk është shumë direkt, po është indirekt. Për shembull, na vendin e kena në shumicën e kohës në bankat e fundit të shkollës, të klasës. Lidhja eme me të vazhdoi të jetë shumë e fortë, kur në klasën e 9 ajo u sëmu. Dhe ka pas një pushim mjekësor 2 muaj rresh në shkollë. Unë s'kam ditë gjë për ta. Nxënësit e cilët gjithë kanë qenë shqiptarë atëherë në klasë, pak me mbullozu, pak me mguc, më kanë thonë që ajo e ka një sëmundje shumë të rëndë, një sëmundje që s'ka shërim dhe që ajo më nuk thehet në shkollë. Ç'e ke priti këta kur veç kanë bullizu nxënësat e klasës që arsimtarja e ka një sëmundje të rëndë dhe është tepër keq. Unë nuk e kam ditë që kjo ka qenë vetëm gancmim apo bullizim apo veç çesharake, unë e kam ditë që ka qenë e vërtet, sepse fatkeqësisht atëherë ishte edhe muaji tetor ku është dita e ndërgjegjësimit kundër sëmundjes së kancerit dhe kishte postera gjithkund. Dhe pikërisht për këtë sëmundje ata më thonin që arsimtarja e ka. Okej. Ç'e ke përjetu ti? Unë kam fillu me shkrujt me një editor personal. Edhe ç'a ka ndodhur? Unë kam fillu me shkru se si ndjehem në atë editor personal. Dhe kam shkru poezi për të, si 15 vjeçare. Duke shkru poezi për të, e mbusha ditorin plot. Më herët shkruaja vetëm ditët e veçanta të shkollës ose diçka të tillë në editor. Mirë po e pash që poezit po lidhen shumë mirë, shkrimet po dalin shumë të mira. Nuk e kam ditë nëse ajo ka me pas mundësinë me i lexu ndonjëherë ose jo. Mirë po, ajo pas 2 muajve u kthyi në shkollë. Unë s'e kam ditë, veç kur e kam pa. Edhe ja kom dhuru fletoren, ja kom dhuru edhe një buçet pastaj, e cila i ka pëlqyer shumë, edhe unë ndjehem ahnitur. Domethënë ditorin me poezi e ka lexu për pak kohë, ma ka kthy, i kam pëlqyer shumë, e ka bo një kopje, sepse nuk e ka mendu që ma vonë ai do të jetë libër. Kur shkova në shkollë të mesme, isha prapë vetmja e komunitetit pakic, isha prapë në fund për ditët e para të shkollës, mirë po sa po filloi procesi i rregullt mësimor, edhe profesorët e panë atë që unë e di dhe që jam me aft, prapë unë fillova të bëja kryesorja e klasës, ndoshta edhe e shkollës, për të qenë ma modeste, nuk po them ashtu. Dhe unë fillova me pas kontakt me shtëpi botuese, sepse unë ende nuk e dija që arsimtarja nuk e ka atë sëmundje. Unë vetëm e mbaja në vete dhe flesja me ta çdo ditë, se thosha nashta nesër nuk është. Mundohesha me i dhënë gjithmonë fjalë të mira, me i tregu se sa ka vlerë tënë. Qysh ja ke shpreh? I shkruajsha, nuk kom pas as pak marrë, nuk kom pas ndrojtje të tërë. I thosha arsimtare të dushëm, hiç nuk e kisha gojle. Ose ja shpresha gjithmonë me poezi të tjera. Unë kam shkruar poezi për të edhe pas klasës së 9, domethënë kur më nuk e kam pas atë, nuk e kam pa fizikisht ose diçka. Mirë po unë prap kam shku me vizitu me pretekstin se po shkoj për familjarë tjerë të cilët i kam pas shkollë, mirë po kam shku vetëm me vizitu atë. Për çdo 7 mars dhe për çdo ditëlindje të saj unë e kam qenë në shkollë. Diskriminimi kryesor ose dallimi kryesor që bëhet në shkollat tona nashta nuk është shumë direkt, po është indirekt. Për shembull, na vendin e kena në shumicën e kohës në bankat e fundit të shkollës, të klasës. Ose jemi vetë, nëse ka ndonjë pjesëtar tjetër të komuniteteve pakic, na ulim bashkë me të. Edhe unë që kam dhja dallim nuk është direkt që më thonë dikush të ki vendin aty ose meriton me ula atë. Mirë po kërkush nuk më ka vrejt, që unë nuk po bëj asgjë gjatë orës mësimore, që unë jam fund edhe edhe detyrat në grup kur i kem nuk i kam me kërkon sepse jam vetë e ulur. Kurse kur erdhi arsimtarja e gjeografisë, ajo e vrejti këtë dallim, e vrejti që unë nuk e meritoj aty me qenë dhe me thirrri në grupin e parë vetëm në orët e soja. Mirë po kur unë fillova me u bu nxënëse më e mirë, atëherë vetë gjithë nxënësit kam pas qef me ul bashkë edhe me pas bashkëpunim bashkë. Çka kom po unë është që unë e kam vendin aty. Shkaku që na nga parashkollore kemi pas qashtu venin fund gjithë. Edhe nëse si fëmijë i shet gjithë këtu, tu bu në këtë mënyrë, është zeshkan, është një komunitet pakic, do të me ul në fund, atëherë
automatikisht të mpikset në tru që na e kemi vendin fund. Edhe na qysh me qenë fillim, kurse na si jem shqiptare, se si jem sikur ata. Une e kuptova që ne nuk e kemi vendin fund vetëm kur fillova me mësu shkaku i asaj arsimtares. Që ajo mës me më thonë, hej, pse pi këqyr perdet, pse po rën e hutume, pse po rën, du më thonë tash jenë në fillim, mës me ndo se tash pas 10 minutave ti ke me u aktivizu, për këtë shkak jem aktivizu.